Përshëndetje zënë e zotëri, mirë se erdhët në podcastin Për më mëdhen, është episodi i 5 me Kristian Dendreaj, speakerin e lajmeve të radio televizionit shqiptar. Kristian. Po ku je më vërest. Pa kam prit të ftesën, dhe më thënë thash shqyqyrë bëra dhe figurë pak publike në qofë se mund të quha, se s'po quha me kështu vipa, që të vitë kjo podcast i jotë, po gjithësi faleminderit për këtë ftesën. Qa bone sot, si kalove? Sot pikës parë. Ku jetë qujer, qa orë jetë qujer? Se duke që s'ke fletë shumë. Kam fletë shumë, po e bukur se neve që japim lajmet, e nisim pak ditën herës, sidomos kur janë lajmet e mëngjesit, kam nisë që në orën 6 sot, që jam zgju, por dhe kam fletë pak vonë fakt, dhe gjithë dita sot është jashtë, kështu që kështu është pak a shumë. Kjo është kaq kam bërë sot. Kam shkuar në televizion, kam dhënë 2 edicione, u takova me ty, nuk e kena fol pyetjet, që ta dini, jena thjesht shumë spontan neve. Dhe Mashtrus. Se bëj. Kludëm tani. Mbas podcastit thosh, mbas xhirimit që do bëjmë bashkë, ç'a plani ke, ç'a do bësh? Na bë pak spoil, na bë. Dita prap vazhdon, prap do kthehem në televizion pastaj. Kam një intervistë tjetër që është për vitin e ri. Kështu është ku je VIP, ëh? Ja, kemi prap brenda institucionit ton dhe pastaj prap lajmet. Kjo është domethënë një fundjavë e zakonshme ime tani për këtë periudhën e fundit që kur un kam nis këtë rrugtim të ri. Po ku je pushim për shembull? Si e ke planin o, ç'a bën? Tani e bukur është që unë nuk e di sa njerëzit e dinë, po normalisht që ti e di se ne jemi shumë shokë pas kamerave. Unë, fakt, profesioni im parsor, ndoshta deri më tani, është që unë jam programues njerëz, programues, merrem me disa biznese të tjera që bëj këtë pjesën e fushatave të aparencës digjitale dhe përpos kësaj patjetër shoh shumë politik se më lidhet tani me punën që kam të dyert shumë brenda aktualitetit, që domethënë dhe termat që ti dim olla ti themi tamam si duhet dhe kur dalim kështu live. Po domethënë pak a shumë, edhe pse është pushim, nuk është shumë pushim, kupton? Se jemi gjithë ditës se një herë jemi të ri themi. Kuptoj, po nuk kena ide për shembull që je pushim valla, shko, domethënë tegët do të iki. Po marrë shemull, po ja fusko tash, du t'i në këlqyrë me që. Kur është ideja këtu që kur synon të punosh për veten, nuk e shikon shumë këtë ditët a je pushim apo jenë punë, se kur bën gjën që do në thonë këta domethënë, që janë kështu japin fjalimet bukura, kur bën gjën që do nuk është asnjëherë punë, po në të vërtetë po punonin në mënyrë tjetër jenë punë. Kështu që dohen nuk është të po qajem, kupton që jam gjithkohës në punë, po nuk është se kam i di që të them nga mëngjesi deri në darkë, sot është ditë pushimi. Nuk ndodh. Po kur ke edicionin e lajmeve për shembull, si i merr vesh lajmet në moment apo futesh bën një research si thosh, ditën më përpara? Ne patjetër si çdo redaksi lajmesh ose institucion televiziv ka redaktorët dhe gazetarët që bëjnë lajme dhe neve na jepen përpara transmetimit patjetër, që i shikojmë dhe bëhemi gati për transmetim. Është më vështirë ta marrim këtë intervistë shumë serioze, se neve ky është serioziteti më i lartë që ne po shkojmë ndonjëherë në kaq vite se sa kemi jam 4, 5, sa ku diun. U bën sa kohë. Domethënë kupton ç'a lloj. Po që kështu domethënë është ideja. Për ju që e shihni, ky mund të jetë versioni më funny si thosh, sepse me Kristianin siç e thamë kemi vite që njihemi dhe jashtë kamerave ne nuk pushojmë një sekond lloj muhabeti. Dhe bukur është se në kaq vite që ne njihemi, s'm ka thirrë asnjëherë Kristian. Sot është hera e parë që më thot Kristian, po gjithsesi do të përshtatemi tek do të përshtatemi, po, se unë gjithmonë e them emrin Kristian kështu dhe kur dali tani në aktivitet fizik. Po duket besoj. Gjithkohës jam palestër, gjithkohës okay, ka shumë punë tjetër, palestër nuk e lej asnjëherë. Jam gjithmonë me dietë strikt, televizioni ta kërkon, kupton? Vetëm fibra, nuk i njohim. Domethënë çan këto fast food e gjëra absolutisht jo. Jo. Ne sa kemi ardhur nga Greqia, nuk dim neve kështu, kupton? Tema që nuk i dim. Besoj që do ta arishoj këtë podcastit 100 herë domethënë kur dalin në YouTube se është. Me shumë mundësi edhe kur ta editosh, domethënë shikojeni mirë bashkë me montazherin që dali bukur. Mos anë duhet të qesh thjesht ha hi. Po në kohën e lirë për shembull, ç'a përveç palestrës dhe fibrave që vetëm palestër plako. Domethënë kohën e lirë nuk bëhet fjalë të shohësh ndaj filma që vetëm palestër. Shikoj, fun fact është fakt që unë nuk shoh asnjëherë filma. Nuk më pëlqejnë filma, nuk më tërheqin asnjëherë. Shoh shumë politik.
mundohem që të updateohem, domethënë në kohë shumë reale. Unë tani, sidomos që kam vazhdu punën në televizion, kam çdo aplikacion që jep lajmet. Jo lajmet, domethënë transmetim po kështu, që çon ato notification, kupton? Si jeta është qef, le të themi, pak a shumë. Le të themi, po në kohën e lirë, me thënë drejtë, mundohem shumë që dal 8 më vërtet. Ecur me vërtet mund të mos jetë palestër mirëfill, po unë dal dhe ec. Kështu domethënë. Nga shtëpia deri tek Porkiton, Don Bosco, pse është ajo. Unë shtëpia kam Don Bosco, deri te Zoguizie e bëj. Është ai fast food nice. Po që, pak a shumë kështu. O zoti ma, nice, interesante. Duket sikur unë s'kam kohë fare, sikur punoj gjithkohë, s'kam fare kohë të lirë, po se s'duhet ngjaj kështu domethënë sikur. Se do thonë ta po punon dhe s'ke lek. Ideja është që s'kam lek. Unë du të them që kam dhe kohë të lirë, që mos të duket sikur thjesht po them punoj, që du ta kem shumë qartë, se do thonë njerëzit po ky tani shqyr doli në televizor që po ka kohë, se tani son përgjithsisht me këto punë të tjera punoj online, kupton? Edhe këta kanë dhe shtëpisë time, kur shohin me kompjuter dhe janë në shtëpi, si do punu ti, kupton? Po që kjo është pak a shumë. Palestrën ku e bën valla se Po nuk e them këto. pse? Nuk du ta se bëhet reklam, pagun ta pyesin përpara, reklama e keni këtu afishimin, numrin e keni aty, po doni reklam patjetër. Edhe unë përshon paguhet membership, se në fund ditës vëlla unë kam parë që kur bësh i thamë në figurë publike, bëj histori, merr fare, tani çyli është jamël. Kështu është. Apo jo. Më Kristian, domethënë palestrën s'ma thua jemi ku e ke, ëh? Jo. Po mirë tash, palestrën s'ma thu fibrat ku i merr. Fibrat, shiko, ti tani ose do ti shiko, ti i bën der të këtyre bizneseve. Unë i thash dhe para këtij podcast, tash mos i bëj reklam olla. Unë prandaj s'kam marr ujë sot. Nuk ka reklama kështu, çu pa puna. Çdo gjë është reklam. Kështu që për të qenë sinqert tash se përmendi Kristi, pjesën e ujun harrum, domethënë të bëj mohabet gjatë rrugës. Shiko, nuk ka, domethënë çdo burim që del në një hapësirë publike është reklam. Kështu që normalisht gjithsesi vjojmë. Unë ushem kështu në supermarkete lagjesh, le të themi. Që mos ketë një emër ta përmend. Apo do emër patjetër ti më. Po tash shive vetëm burr, si dush. Se unë të shpari marr gjërat. Aty merr fibra, domethënë dhe proteinat edhe gjoksin e pulës. Proteinat i marr në një kështu të palestra gjithmonë. Do të jenë Po çfarë synimi ke domethënë për të bërë ndaj triceps, kush është pika jote? Bukur është që po fokusohesh shumë te palestra, kena gjë për të më thënë që dukem shumë i shnosht, sikur s'ka dhënë efektet akoma. Na tani më fal se Jo, po nga që bëj vetë palestre, domethënë edhe jam dhe unë. Të dy pas të njëjtat efekte. S'ta pas ka dhënë efekt akoma. Shoh domethënë që kam një farë trupi shumë muskuloz për të qenë i sinqert, domethënë kam zdili veten, domethënë. Me thënë drejtën, tani do doja shumë ta shifja edhe unë veten me sytë e tu, domethënë ku i ke marrë këtë lloj shikime. Se nga kjo pikpamja ime do merret vesh shkur për nesër. Po tash unë po bëj sikur po shoh këtë skaletën, po 3 pyetje kam me thënë drejtën, se faktikisht e kam llogaritur për të jetë ndaj bisedë të lirshëm. Po. Po ka rëndësi që po argëtohemi, si thosh, domethënë, është diçka që jam shumë i lumtur që po argëtohesh dhe dua që të jesh shumë kështu, domethënë, më stile. Për shembull, Everest për ju që nuk e dini akoma dhe që nuk e dini akoma, është personi më gallat që mund të njofësh në një grup shoqëror. Edhe unë këto du t'i nxjerr domethënë dhe i kam thënë më sa herë kam thënë, kështu që duhet të jesh gjithkohës. Po gjithsesi, po gjej rastin që do të bëj edhe një çok. Po çok thuhet më duket, se tani s'na lejon as gabimet kështu. A mos e spesh unë? Të artikulojmë sakt. Bravo një herë për këtë podcastin, nuk më ka paguajt për ta thonë këtë gjën, po du të them për shembull, sidomos për të rinj që marrin iniciativa të tilla. Jo se jeti shoku im tani, po më vërtet, bravo të qoftë, edhe për vullnetin që ka, sepse kjo gjëja që të bësh gjithë gjërat bashk dhe thjesht dëshira të nisë gjë ka zero, normalisht duhet dorë trokitet, kështu që bravo të qoftë. Të falenderoj nga zemra për këtë, po më thonë unë po prisja ai zarf me lek, domethënë ai. Pse lihet lek shumë kështu rastesh, a? Po tash ku dëgjon? Ja. Po mirë, mund ta presh këtë pjesë, nuk mos e nxjerr nëse do. Mos e vrit vegjen. O zoti ma, atëherë ne na njoh në Don Bosco, a? Po kur më ke pa për herë të parë, çka ke menu për shembull? Do të jesh i sinqert, domethënë ju njerëzit që sapo më keni njoh, pra personalisht, e keni vënë që sa herë ju takoj
edhe çunat e punës, për shembull që i përshëndes me këtë rast. E keni vënë re që sa herë, domethënë momenti që ju kam takuar, kam thënë çfarë mendimi keni për mua, valla se duhet të shoh çfarë impakti lej tek tjerat. Qartë. Po normal, mos harroj që nga 4 vjet që kemi, 4-5 vjet kam ndryshuar goxha, ë. Absolutisht. Po pyetja ime është fakt që a ekziston kjo bip këtu, domethënë se aq rënd shumë je duk Everest. E vërtet. Kupton, domethënë shumë rëndshëm, por bëj shaka. Jo, në fakt, un kam një gjë, un përgjithsisht e kam shumë vështirë të krijoj shoqëri me njerëz të tjerë sepse mendoj që njeriu krijon shoqëri deri në një moshë të caktuar dhe për shkak që ne kur i takori mendon, sa para sa i njoh ne kemi qenë akoma shumë të rinj për të vendosur këto vegjël, po. Por unë mendoj që e ka batutën shumë organike Everesti, kështu që unë e mbaj veten kështu për humorizë dhe kur bëhen 2 humorista bashk, bëhet një grup i tërë që qeshin prej nesh dhe kombinoheshim shumë bukur. Kështu që kështu më gallat, karagjoz më duk, me thënë drejtën. Karizmatik. Në të dyja rastet rronja është e njëjtë. Po, e vërtet. Kjo Gjildo që ta shohësh këtë nuk do ta presësh këtë pjesë, një batutë e kameramanit, nuk e dia është gjumë, nuk do kjo do hidhet, do bëhet të meme. Nëse. Pak rëndësi ka. Po na thuaj edhe ne ti nuk e gjumë. Jo, po nuk e dëgjova çfarë tha kameramani. Se kam gjumë pretendon ta ngjej mikrofonat. Karizmatik me karagjoz, aty ngelet domethënë fjalët e para, aty ngelet. Ngelet e njëjtë. Okej. Kurse unë kur të kam pa për herë të parë me të thënë drejtë, a do të jemi sinqert. Shumë i sinqert, patjetër. Mje duk pak mendje madh. Po, ju s'os jam. Beshaka. Jo, është ideja që tash që të njoh domethënë më shumë je djalë me zemër. Nuk domethënë nëse po ta them me të bëj qefin, ti e di. Unë vlerësoj. Jo, je djalë që të pret mirë domethënë, ke zemrën e mirë, i sinqert e kështu, po që po mundohet të më gjej nuse. Apo Ka naj fatlume? Shikues nderuar, këtu më rritëm në fund. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpash. Po ka ndonjë fatlume ande nga anët tuaja? Mua më kanë thënë që sapo janë hapat e parë, shiko se un jam në fillim, kupton, duhet këto gjëra, temat të tilla i mban kështu vrazht. Kupton domethënë që të nxisësh kështu polemika. Kupton? Ço ta them te ti unë vëlla? Po. A kena lekë më vonë? Ekskluziviteti paguhet gjithmonë. E vërtet, tash këtë që thea kena i lekë më dhona pa të seriozisht pse? Po më. Çfarë i them Arber? Ta mbyll më këto. Vllai. Ej zoti, po kështu për shembull se ky mikrofoni po mbezdi, çipa dhe kjo s'do pret, kjo do hidhet, do ketë meme. Që më pëlqen shumë fakti që ti domethënë ti e bën montazhin pa qenë montazh. Ti thua mos e bëj këtë rë, Po i shef, Gjildo, shiko vlla. Gjildo të kuptoj plotësisht. Doja të përshëndes montazhierin e podcastit Gjildino Ozuni, je spektakolar, promo të gjitha i ka bërë Gjildo, domethënë është. Atëherë Gjildo më që pas ka mirë në Ozuni, do të marrim mirë të Ozuni. Ka Ozuni me o. Me o. Okay, atëherë. Qartë, gjithsesi e përshëndesim Gjildon. Shpresoj që po ke parë ndonjë gjë që unë nuk e kam thënë se duhet lutem ta presh për të mirën time. Kuptoj. Këtë fjalën të kuptoj faktikisht kur isha me Alban Hoxhën në intervistë, më qortoja i shoku, e thu shumë shpesh. Them shumë shpesh këtë fjalën të kuptoj. E them shpesh, po e them aq shumë. Mund ta thush shumë shpesh, po ti vetëm ti që s'të kupton ndonjëherë. E vërtet. Kupton domethënë. E them kod domethënë. Domethënë plotësisht kod. Je brutal domethënë, edhe thu kod, edhe s'të kupton. Po si e përshkruaj këtë për shkak, unë e them kod valla, them nuk të kuptoj, seriozisht po ta them. Ti thu, a kupton apo nuk kupton? Jo, un po të them ti si mendon pra, pikpamja jote, si e gjykon këtë? Unë mendoj që ti s'm kupton. Që s'të kuptoj. Po. Po si mund ta gjejmë gjuhën e përbashkët, domethënë? Po tani pyetje interesante në fakt, po mendoj që kur më fton do të përshtatesh ti me mua, jo me ty. Po në politik do ishe fut, do ishe marrë politik? Politika në fakt gjithmonë më ka tërheq super shumë dhe po ta pyesësh ato shokët e mit në vjeçares, shoqërinë vjeçare gjithmonë kanë thënë që ti domethënë edhe reagimet që ata kanë pasur domethënë si një tip politikanë e tjerë. Dhe tani kur pas i vogël pra po thotë. Unë kam shumë qef politikën, edhe ndjek politikën me shumë pasion, por në fakt që kur kam nisur rrugën e moderimit, mua më pëlqen më shumë të pyes, domethënë të shkoj domethënë në një bisedë, thash 500 herë domethënë, po ideja është që dua më shumë të vendos jo në siklet, po të jetë të kem një emision politik, ku intervistoj politikan, dhe me anë të bisedës, të arri në ato nivel ku ndoshta një shikues
normal, dhe jo të bëhet shumë e vështirë për shikuesin ta kuptojë. Një version i një emisioni politik i kapshëm nga të gjithë. Domethënë me terma shumë normale, pra që shikuesi e shikon. Dhe e vetëm arsye domethënë që nuk e shikoj, prap domethënë, prap telefoni ra, gjithsesi. Gjithsesi. Idenë e kuptuat. Unë do merresha me politik, por preferoj më shumë të jem në statusin e moderatorit, ku të kem mundësinë të intervistoj të gjitha kampet politike, dhe pse jo të shkoj në ato që quajmë polemika dhe interes për publikun. Kjo është domethënë dëshira ime më e madhe kur e krahason me politikën. Shumë i qartë, po këtë për shembull që theje do doja të intervistoja, do doja kështu. Po sikur t'jepet mundësia të futesh në shtëpinë e Big Brotherit vetëm me politikan. Pa. Tu do futesh, me thënë drejtën. Po Big Brother pa politikan, pra Big Brother VIP po domethënë pa politikan. Siç është ky që po ndodh tash. Kjo varet shumë në situatën që individi është. Pra po thuaj që do ta kisha pranuar ftesën nga Big Brotheri. Ose edhe nga ferma VIP, ose? Varet, shiko, është sepse ka dy gjëra. Të tilla kompeticione apo reality show ka dy të mesme, ose të çon shumë lart ose të çon shumë poshtë. Dhe përgjithsisht në kompeticione të tilla duhet të bësh kompromis me parime dhe vlerat e tua personale për të shkuar sa më gjatë, jo se mund ta kërkoj produksionin, më kupton? Po ti që të kesh sukses në fund ditës kur po merr një nismë të tillë, do që të kesh sukses. Dhe për pas sukses ndonjëherë duhet bërë disa gjëra që shoqëria e gjerë t'i pëlqen. Dhe unë në shumë gjëra nuk jam dakord me ato që ka pëlqen shoqëria. Pra domethënë të bëj debate pa lidhje, nuk e bëj dot. Më kupton, thjesht për dalë në atë primin që realizohet, e kupton? Kështu që edhe mendoj, po edhe se mendoj. Po në një Big Brother në politikan do e pranoja më herë. Pa diskutim. Direkt. Po ti ishe për shembull Big Brother të thjesht dhe Big Brother me politikan. Ora, sinjora. Jo, shiko, është një pyetje tjetër për shembull. Po, domethënë këtë do të zgjidhem mes tyre dyave. Jo, e mora vesh këtë do të zgjidhem. Po, nëse do të ishe pratik Big Brotheri normal dhe Big Brother me politikan, tek secila në cilin vend do dile, pra sa do zgjaze tek secila, sa mendon që... Shiko, unë si individ jam besoj veten shumë dhe nëse hy, ose nëse marr një nismë, e di që dhe bëj më së miri. Dhe unë ndoshta ore besoj verbërisht, mund të jetë e gabuar ose mund të jetë edhe sakt, e besoj verbërisht që unë e fitoj. Pra nëse futem ose në gjën që bëj, ti tani po të më thuash mua, mendon që je speakeri më i mirë, unë me timen them po. Më i mirë mendoj. Domethënë, jo, unë tani s'po them që një speaker më i mirë ta besoj të bëj lapsuse që gjithkohës, më kupton? Thjesht e kam llafin që nëse e marr përsipër këtë gjën, e besoj realisht që do e arri. Edhe kjo është si un politikan, si me thjesht, si me vipa, si pa vipa, nëse futem. Që edhe me politikan do të fitojë Big Brotherin. Po patjetër që po ma. Patjetër që ani nuk e di, kupton. Po mendoj që shiko të favorin, nëse do ish pak strateg në këtë mes. Po ti shikosh për shembull, shqiptarët kanë një qasje të ndryshme ndaj politikanëve, një qasje të ndryshme ndaj gazetarit. Ndoshta mund të isha më i favorizuar, dhe ndoshta këtë gjë të ta përdorë si strategji loje, jo për të manipuluar, por ndoshta e di kur ti hyn me atë imazhin e mirë. Ndoshta politikani ndonjëherë ka stereotipe që do mund gjykohet, parajgjykohet etj etj në krahasim me një gazetar, sidomos unë që jam në hapat e parë. Kuptoj. Nuk e di atë gjohet tek videoja, po më bëjnë zorët si ato lavatriçet ku i futën ndaj gur në mes, domethënë, edhe plako për bukë keq fare, s'ka mongër sot. Nëse mendoj se do bënte mendoj se do thoya prapë do thosh na kështu. Po më hahet shumë tani edhe. Ide e mirë kjo, mund ta çosh si demo këtyre të fast foodëve etj do të sponsorizohesh si Diofus. Po, shiko, si ide është e mirë faktikisht, se merr një mesazh. Si ide është e mirë me thënë drejtën, por që nuk, domethënë unë po pata bukë unë harroj të bëj sponsor, filloj e haj, domethënë nuk harroj pjesën e sponsorizimit, kupton? Po mendoj që dukshëm. Nga trupi palestruar dhe nga fibra, domethënë. Siç mund dukem dhe unë. Zoti ma, atëherë, po si nisi rrugtimi jot tek radio televizioni shqiptar? Si përfundove pra speaker live-esh aty? Me thënë drejtën,
ishte domethënë gjëja që Na shpjego çdo detaj. gjëja e fundit që unë prisja që të bëja këtë vit, paktën në 2025-ën. Unë mbaj tani, unë përgjithsisht jam shumë keq me datat për t'i mbajtur mend, por kronologjinë e ngjarjeve që ka ndodhur për pjesëmarrjen time në RTS, për të futur domethënë aty, i mbaj mend shumë mirë. Mami im më çon një postim të Radio Televizionit Shqiptar në Instagram me datën 20 qershor. Dhe postimi thoshte thjeshtësisht kështu: kush është nga mosha 18 deri në 26 vjeç dhe ka dëshirë për të qenë speaker, moderator etj, të dërgoj CV-n në adresën e Gmailit të përkatës. Edhe ma dërgon mami këtë gjë mua dhe unë tani ti e di shumë mirë pasionin tim për moderimin, televizionin etj dhe e pa ashtu domethënë kupton sikur vjen fiksi shenjë kjo gjë. Dhe çova këtë aplikimin tim, pastaj u bë intervista etj, emocione domethënë normal në kulm, kupton se sidomos ishte edhe audicioni i parë që bëja pikërisht në këtë fushë. Edhe ti mund të mendosh që është shumë i mirë në atë gjë që bën, siç unë e mendoja, por kur ke për shembull 5 profesionistë përballë që po të janë aty të shikojnë etj, po të gjykojnë, se ata të si njerëz mund të jenë shumë të mirë, por normal që kur po flasin për një vend pune, duhet të jesh patjetër të japësh më të mirë, në gjykojnë performancën, nuk gjykojnë asnjëherë personin, s'u pëlqej për shembull Everesti edhe natën e mirë nuk po e marrin punë. Gjykojnë se si dhe kur e di që ajo gjëja po gjykohet nga sy domethënë profesionistësh, edhe sikur stresohesh, kupton, u djersitesh, shkova bëra atë audicionin kështu, edhe mbaj mend fakt që në audicion kur më mësonin sa koka lajmesh, edhe po lexoja një lajm aty dhe ishte një lidhje direkt, domethënë ishte një demo lajm, domethënë nuk ishte reale gjë, thjesht kishte ardhur lajmi aty, një flet lajmi, bashkë me disa pyetje që unë doja bëja një korrespondenti, po kisha imagjinar, nuk është se kisha korrespondent aktualisht live. Edhe mbaj mend që ato pyetje, nga emocioni që kisha atë ditë, pyetjet që ishin për t'i bërë personit i bëra në mënyrë dëftore. Pra për shembull sikur thosh sa është data sot, unë ja bëra sa është data, se prapë nuk bën sens. Don ai gjë pa sens bëra aty, bëra pyetjen në mënyrë dëftore dhe ato tregon të mirë mjaftueshëm sa ma thanë domethënë që mund ta bëj edhe një herë këtë gjën, këto pyetjet edhe një herë si janë në formë pyetje. Dhe kjo domethënë ishte pak a shumë se si nisi rrugtimi fillestar, se kjo gjë është në faza. Edhe pastaj mendova fakt duke qenë se ata nuk më morën me njërin telefon, mendova që është thjesht kaq domethënë deri te faza audicioneve, edhe mbaroi etj. Por ndodhi që më morën telefon dhe shkoj dhe bëj provat. Pra kam bërë rreth një javë prova prap që shikoja domethënë se si që ata shikonin, edhe unë përshtatesha më shumë me mënyrën se si funksionojnë mënyra e moderimit të lajmeve dhe pastaj gjërat shkuan siç duhet, u diskutuam dhe tani Jete më të shoja speaker dhe ke domethënë në profilin të Instagram ke mbi 500 goca që shkruajnë edhe kërkojnë takime. Tani duke parë lajmet prapë. Shiko, unë më thënë drejtën se gjithsesi gjej unë e kam thënë gjithmonë, jo sepse radio televizioni është aktualisht institucioni që unë punoj, po është me vërtet në mendimin tim televizioni më i rëndësishëm i vendit, është i vetmi televizion publik shqiptar dhe njëkohësisht pozicioni që unë mbaj që është speaker i lajmeve në atë televizion kanë qenë ikona jashtëzakonshme e televizionit. Unë di të them për shembull Tefta Radin që po ti pyesësh gjyshin tim tani ose moshën e tretë që aso kohë i kanë ndjekur lajmet, domethënë bashkë dhe është një vend ku përveç faktit që ti po kryen një punë si moderator ose speaker lajmesh, të vjen me një emblem, pra ti thua, shiko, ka një histori, është e gjitha një rrjedhoj, dhe kur e shikon si imazh, si emri është i kulluar dhe një jashtëzakonisht i lumtur që eksperienca ime në televizion nisi pikërisht nga radio televizioni shqiptar. Edhe pikërisht gjej rastin që gjithashtu të them që edhe për këtë mundësinë që i rep të rinjve. Paktën këtë rast për mua është një mundësi që nuk mund ta gjesh rëndomt, kupton? Dhe në fund të ditës është realisht revitalizimi i televizioni për ta bërë, se në fund ditës ne themi gjithmonë, për politikanët themi ti ke këta të vjetrit, të vinë këta të rinjt, e themi gjithmonë, e themi rëndomt, kupton? Po kjo gjëja nga njerëzit nuk respektohet në këto fushat e tjera, se më vërtet ka
absolutisht figurat super të mira të televizionit aktualisht, po këta të rinj që mund të kenë vërtet potencial, nuk dalin dritë derisa këta të ikin, kupton? Dhe pse jo? Dhe mua ky gërshetimi më pëlqen shumë për shembull, sepse gjëja nitet si speaker lajmesh, po mund të evoluosh, mund të bësh nesër moderimin e një emisioni politik, një talk show ose një prime show, varet se si ti ose televizion si bëhet ajo marrëveshja mes të dyve, po që unë mendoj që starti është i mirë. Unë kam dy qëllime për karrierën time në televizion. I pari është, që duket goli, kështu që dua patjetër të arrij në të ardhmen afat mesme, ndoshta ose afat gjatë, nuk e di, po preferoj të jetë afat mesme, që të jem një nga moderatorët e festivalit këngës. Pra mendoj është se unë mendoj që aftësitë e mia në moderim janë të mira. Goxha të mira. Jo për të bërë qefin, po seriozisht. Njerëzit se kanë parë akoma se thjesht shohin atë posturën e lajmeve, po mendoj që ai është goli që çdo moderator kështu e ka ndër festivalit. Ti futesh në historinë e festivalit. Domethënë, si një nga persona që moderaton festivalin e këngës është magjike për çdo moderator. Dhe po ta pyesësh kush thotë që se ka qeft ka rrej, domethënë. Për këtë ta kesh kështu sigurt. Dhe dyta është që unë të kem një talk show politik. Pra edhe thash edhe pak më përpara, domethënë që të jem pra tek politika. Po. Politika shiko, sepse politika është aktualiteti. Nga politika varen shumë gjëra. Domethënë varet si do të kemi shëndetësinë, si do jetë arsimi, si do jetë, domethënë ti ke mundësinë që ndoshta me një emision të mirë politik, ose ti i lën njerëzit të kuptojnë se çfarë bën X parti politike. Ti ke drejt me ato aftësitë tua që çdo moderator mund të ketë, që ti nxjerrin kur bën për shembull pjesa e zgjedhjeve etj. Ti bën pyetjet e duhura ndoshta që ti ja qartëson imazhin shikuesit se kë parti të votoj. Dhe kjo gjë vjen duke bërë talk show të tilla. Dhe mua më pëlqen shumë ky connectioni me shikuesit dhe me njerëzit në përgjithësi. Mahesh. Shkoj të thëje pak më përpara që i besimit katolik. Unë e di domethënë çfarë besimi je. Për ata që se din, shkon shpesh në mesh? Po, unë shkoj për herë. Unë mendoj që feja është parim thelbësor edhe për ndërtimin e karakterit. Do të them diçka dhe më jep mendimin tënd. Thot një shqiptari që jeton në Amerikë, nuk e di sa ke pasi deklarat, thot ne atje në Amerikë, thot, që ishte një qytet, që ishte vetëm me shqiptar, thot jemi shqiptarët më të përparuar, në botë, vetëm se nuk merremi me fe. Pra, nga që s'janë marrë me fe, jemi shqiptarët më të përparuar. Faktikisht kishin dhe goxha mirë qenie, kishin biznese, kishin goxha nivel domethënë nga ana monetare. Si e gjykon këtë deklarat? Nuk e njoh personalisht, nuk e di as emrin si jam më mend, po thjesht e di që është si deklarat, domethënë. E kuptoj. Shiko, secili person ka pikpamje të ndryshme për përparimin dhe për idetë ose si e ndërvepron jetën. Patjetër, fet, duke qenë se vinë dhe parimet fetare vinë nga shumë vite më përpara dhe mund të hamensosh, domethënë, nëse e shikon logjikisht, diçka që ecën me parime që kanë ndodhur shumë më përpara, të duket sikur po qëndron mbrapa në kohë. Tani unë nuk di të them nëse kjo gjë është e vërtetë, se unë di të them tani edhe shumë shqiptar që janë shumë fetar dhe kanë shumë sukses shumë. Dhe tani kjo është shumë subjektive. Tani siç mund të them edhe unë të njëjtën gjë që e mendoj vetëm shumë sukses, më prap jam është shumë subjektive si gjë, më kupton? Është mendimi ai mund të arrijë 2-3 gjëra dhe ndoshta ai mendon që i ka arrit sepse nuk ka ndjekur fen. Unë mendoj që i kam arrit sepse feja ka pasur rolin e vet, besimi etj. Po që është shumë subjektive. Përgjithsisht gjërat që janë subjektive nuk edhe po të flas unë nuk bin dot, nuk është e bin ndonjëri. Jo. Tani mendimi im dallohet qartë asgjë, se po të mendoja që shkon lart pa ndjekur fen, do e bëja edhe unë. Po se nuk ndaj tini mendim, por nuk mund të them që ai tjetër është gabim, kupton? Pra domethënë nuk është se i gjykon për keq, po thjesht shiko, jemi në demokraci, liria ime mbaron atje ku fillon liria e tjetrit, kështu që s'mund ta gjykoj, kupton? Nëse ka ecë i shkoft 5 fish më mirë se sa deri tani. Si e the këtë si më mend tek emisioni Arjan Çani dhe pa thënë dikur domethënë kush është ti shkoft mirë domethënë edhe mbaj mend po atë episod u zon të dy domethënë ti që i tha u zon të dy dhe nuk e di Castroziza, nuk e di më kë ka qenë.
Po që, kështu do më thënë, nejse, ka rëndësi që nuk gjykon, se shof shumë njerëz dhe më thënë që gjykojnë, unë e kam thënë dhe do ta i them, të vetmit njerëz që unë gjykoj në këtë jetë, janë homoseksualet, janë gjinit e tretat, katërtat, shtatat, të 89-ta, janë njerëzit që identifikon si leopard. Jeni të vetmit që do t'ju gjykoj gjithë jetës. Pastaj më përpara bëj shok një djalë nga Serbia, që mund kështu se sa një Pse për gjakun kot? kam diçka. Shiko, njoh njerëz që janë homoseksual, njoh më dëgjoj. Ta them të. Njoh njerëz, njoh njerëz dhe janë shumë njerëz mirë. Seriozisht janë njerëz që kanë një lloj zemre, edhe unë domethënë ndihemi i respektuar, po nuk i kam suportuar dhe nuk do t'ju suportoj kur, nuk e di ç'mendim ke. Për ku këta pikërisht ta njerëz të prishin qetësinë, si kuptoj pse jep energji. Jo, dakor, po thjesht, shiko, është një çështje, kjo, domethënë pjesa e homoseksualitetit, pra mashkull, femër, është nuk ka lidhje fare çështje kombëtare, është çështje njerëzore mbi të gjithë. Dhe është kundra njerëzimit valla. Zoti, unë e thash fillim, Zoti krijoi Evën dhe Adamin, jo Evën dhe çunin e Xhajës, ose domethënë Adamin dhe çunin e Xhajës, thash Evën, s'u gatrom tash u bëm. Shiko, duhet të kuptosh këtë gjën që unë du të them. Pra, ta them dhe këtë, Zoti ka kriju shiko, kur e fusin telefonin karikim valla, futet ku e kam karikusin, sa e kam. Futet telefonin karikim valla. Më kupton, nuk ka bërë një prizë edhe një prizë. Ka bërë një prizë edhe një karikues, se bëra lavazh mikrofonit tash domethënë. E kupton, nuk ka krijuar dy priza o njerëz. Do bojkotoni çdo lloj. Kjo është i mllefosur. Lutem, jo, e vërtet, jam super i mllefosur. Neve kemi mundësinë të flasim këtu për gjëra të bukura dhe jo për gjëra që na mlefosin. Ore, dakor, po thjesht do t'jap një mesazh, inshallah bëhet virale. Ore, bojkotoni prizë me prizë, o vlla, se një shoku im, domethënë në gjimnazi që gjej rastin ta përshëndes Antonion, dhe përshëndes gjithë çunat nga Mirdita dhe nga Tropoja, me që Kristi është nga Nika i Mërtur. Kena një përshëndetje për Tropojanët para se të thonë? Madje, se nuk do t'i bëj shif, po marrë që do thuar se duhet t'i le pikërisht. Bëj muhabet në gjimnazën me Antonion, me këtë shokun e gjimnazit, edhe më thot, nuk e di se jam muhabeti tek homoseksualiteti, dhe thot, o vlla, thot, është prizë me prizë është gabim, thot. Domethënë, më po ja kopjoj atij, domethënë, të kërkoj ndjes për copyrightin. Po thot, prizë me prizë është gabim, nuk, shiko, mbaj pak telefonin, lutem. Ma të kuptoj më. Jo, lutem, mbaj pak telefonin se është diçka kështu. Mbaj pak telefonin. Shiko, o njerëz, Arbër, nuk e do ta gjikosh edhe nuk do të pritet as kjo. Ka ndodha gjë? Po më vjen keq ava tash. Jo, të duhet vish keq shumë më burr, po unë se këto janë mendimet e njerëzve, kupton? Lejo valla të jetojnë njerëzit, unë se kuptoj. Stresohesh shumë ti Everest. Po gjithsesi mund të kaloj pak tek Ky djalë do të trajnohet para se të rasit ftuar. Unë nuk e di si vi, nuk e di. Është katëroma. Nëse, po thoja, më që përmendë Tropojën dhe Nika i Mërtuar. Gjej rastin tani, se shiko, kur merr nisma të tilla dhe janë fillimet e një rrugtimi të ri, përgjithsisht njerëzit kanë tendencën, pra unë, këtë rast, ose njerëzit që mund të ndodhen në të njëjtën pozitë, që të presin shumë mbështetje nga njerëzit. Kupton? Dhe unë nuk po them që s'kam marrë mbështetje nga shoqëria ime etj, po kam marrë një mbështetje të jashtëzakonshme nga patriotët e mi, pra që janë nga Nika i Mërtuari. Domethënë, unë mund të them plako, gati çdo ditë më dërgoj mesazhe, duke thënë vetëm bravo plak. Dhe për një person që është i ri në këtë gjë, sidomos që e do atë afirmimin. Po gjatë trampolin. Absolutisht që po. Ti di që plako njerëzit e tu po të mbështesin. Dhe unë gjej rastin absolutisht me këtë që unë falenderoj gjithë secilin prej tyre. Është një komunitet i jashtëzakonshëm. Pra unë e kam për shumë krenari që të parët e mia nga Nika i Mërtuari, edhe them gjithmonë jam nga Nika i Mërtuari, tani është dhe trend thushi nga Nika i Mërtuari, patjetër që edhe nga këngët që janë kushtuar, por që kaq domethënë thjesht i kisha shumë të rëndësishme që sepse mirënjohja është shumë gjë thelbësore. Kështu që i falenderoj gjithë
Me që Kristiani përshëndeti njerëzit e vet nga Nika i mërtur, në gjë rastin përshëndes. Po, tashi qoka duhen gjë rastin përshëndes çdo mirëditor, përgjithësi, por sidomos nga xhuxha e fanit mirëditës. Jeni ai ka mirëditës. Je dakord besoj, a? Jam dakord. Duke parë duke parë ty. Më kupton, po gjithsesi shpresoj që bishaka. Po që patjetër, unë përgjithsisht kam një kështu shumë afeksion për veriun. Domethënë, se njerëzit zakonisht e lidhin me faktin që unë nuk flas në dialekt. Nusën do e kisha marrë nga jugu. Po më plako, tani se ti je i pari që bën këtë politikën e Shqipërisë të madhe. Ti tani do t'i ndash ju veri brenda Shqipërisë. Patjetër që po, nga jugu, nga veriu, nga Shqipëria mesme, mjafton që në thelb të jetë një njeri i mirë. Edhe e gjatë. Në karakteristik tjetër, në i bjondë kështu, jo, Po, shiko, këto janë karakteristika që nuk duhet të venisin atë gjën kryesore. Te diçka, ka rëndësi që t'jetë vajzë e mirë në thelb. Po nëse do t'ishte vajza më mirë në botë në thelb, po do t'ishte një racë dhe origjinë tjetër, pra nuk do t'kishte lidhje me Shqipërinë. Pra do t'a përzije gjakun? Mënyra se si. Ky është fiks në hapat e parë e të bërit një gazetar që do të nxjerrë lajme. A do të përzije gjakun, a do të tradhtoje kombin, ai gjë kështu që apo Serbi jemi live, apo jo, s'ka lidhje, ë? Nëse, okay. Unë mendoj që dashuria është shumë e madhe se gjitha të gjërat e tjera. Do të martoshe me një spanjoll nga tani. Po afusko, se di pse ka pas Spanjën një herë, po unë ka rëndësi thash që në thelb të jetë një njeri i mirë dhe të plotësoj karakteristikat që unë. Po shiko, ka një gjë tjetër, shiko, gjërat që mua më pëlqejnë tek ti gocë, përgjithsisht e bën që të jetë një gocë shqiptare. Ua, si e kamufloj situatën, e. O, mërkisht. E vërtet është. Edhe tjetë e gjatë. E gjatë patjetër. Që e shikon, rrjedhimisht, gjithë gjërat janë të lidhura. Rrjedhimisht gocat që unë pëlqej do të jenë shqiptare, po kur them pastaj është e gjatë, kategorizon sepse e dim që backstory është që gocat e gjata janë nga veriu. Kështu që kupton? Unë nuk e them që duhet nga veriu dhe ai duhet shqiptare, po them, karakteristikat e mia, duhet gjatë rrët. Kështu. Po tash, e ke ndjek besoj podcastin dhe është momenti i lojës që unë e bëj me të gjithë, domethënë. Është loja, Fyr loja se tash. Pjesa e lojës. Shpresoj që është interesante. Po padyshim që do jetë interesante, por disa e kam bërë unë, nuk ka diskutim që është interesante, Kur thua që e kam bërë unë, kupton, po gjithsesi po japim një mundësi. Okej. Unë do të them dy emra, ti do më zgjedhësh njërin. Kur zgjedh njërin, gjithë loja vazhdon me këtë, pra. Do jenë, e kuptove? Okej. Do t'jap komentin për njërin nga këta? Po nëse ke po më bu? Qartë. Ledion Liço apo Arbana Osmani? Pra po të përshtatem me profilin. Qartë. Ledion Liço apo Arbana Osmani? Po shiko, do të them diçka atëherë që ta justifikoj atë zgjedhjen time. Po do jetë shkurt duhet, ë? Thuje. Atëherë, unë do zgjidhja Ledion Liçon, jo se Arbana nuk është e mirë, po Ledion Liço, mua si shikues, më bën ta shikoj emisionin që ai drejton deri në fund ndryshe nga Arbana. Jo se Arbana nuk e bën mirë, po është përshtatet më shumë me shikuesin. Kështu që prandaj Ledione. Okej, Ledion Liço apo Adi Krasta? Janë dy profile të kundërta. Por zgjedh për hir të imazhit që ka dhe më pëlqen shumë si moderator Adi Krastën. Adi Krasta apo Besim Dina? Tani, i të bukur ashtu që mua më pëlqejnë emisionet që janë fani, do Besimi e trajton në një mënyrë që ti shkrihesh edhe të nxjerr esencën nga çdo emision. Dhe për këtë arsye unë jam shumë patrioti i humorit të mirë, kështu po zgjedh Besimin. Okej, Besim Dina. Besim Dina apo Alba Alishani? Shiko, e bukur ashtu. Mua Besimi më pëlqen shumë tek ana humoristike, po siç thash, unë jam shumë i apasionuar pas politikës. Alba Alishani është ikona e trajtimit të emisioneve politike në mënyrën më perfekte të mundshme. Dhe jo se është në RTS, por realisht
Alba, domethënë të trajton është shkruajtja shqip është sy pa trembur. Domethënë një artikulim është edhe mos gabohem, është nga Prizreni. Për ata që nuk e din. Besoj, nuk du të gabohem, po kam përshtypjen që është nga kryeqyteti i Shqipërisë së Nisë, pa rëndësi nga. Alba Alishani apo Grida Duma? Emrin. Shiko, vetëm emrin do. Pa mos flas fare domethënë. Shive vetë më aty. Shiko, të dyja janë super tafta. Është me i ndasi me i vra. Në parim. Por të dyja domethënë artikulimin e kanë të jashtëzakonshëm, por zgjedh më përpara të shoh një emision të Alba Alishanit. Okej. Alba Alishani pra fiton kundrejt, jo, nuk ishte fund, kundrejt Grida Dumës them. Alba Alishani apo Ardit Gjebrea? Alba Alishani. Alba Alishani apo Lediona Gjeladinaj? Alba Alishani. Alba Alishani apo Alaudin Hamiti? Shiko, Alaudin Hamiti, çfarë mendimi ke? sa i Big Brother, po jo, se nuk e di mbi emrin, e di që Alaudin vetëm një Alaudin ka besoj. Ai Big Brother të Kosovës, se Hamiti nuk e di mbi emrin. Alaudini, vetëm gjë që unë nuk e është lloji moderatori që unë preferoj është se ai vërtet shumë plako. Vërtet kot. Jo, nuk dia kota plot, po do të sikur është ai ngar me banorët, kupton për shembull kam pasur këto edicat që dalin TikTok, dhe duket sikur Alaudini po ja bën 8 me 2 banorëve. Në parim duhet moderosh spektaklin dhe jo ti kthe. Jo se nuk e bën Ledioni, por po kur i krahason Albën apo Alaudinin, absolutisht e Albën. Marrësh. Alba Alishani apo Arjan Çani? Alba Alishani. Alba Alishani apo Ermal Mamaçi? Alba Alishani. Dhe tek i fundit, Alba Alishani apo Blendi Fevziu? Ndryshe Kristian Dendre. Blendi nuk ka pa një video që unë kam bërë kështu ka qenë një me kaca kur unë thoja të njëjtin tekst që thoshte Blendi, po gjithsesi, jo për këtë arsye, po Blendi ka tendencën që zakonisht të ndërpret në kur ti po thua, ku po bën atë artikulimin tat, sa kam parë tek emisioni që bën. A thu që unë të ndërpres, mua thu me stilin më që Ti më thon që e Blendi? Jo. Come on, të lutem se okay, gjithsesi. Po mendoj që nësa Alba për ndryshe të bën një pyetje që të bën të mendosh edhe nuk të ndërpret derisa të thush, derisa të marrësh. Kështu që Alba. Alba Alishani apo jo, mbaroj domethënë. Kaq është, fitoi. Alba Alishani apo Kristian Detndrejaj? Ese do bëhet meme që thon çka kanë këta që bëjnë. Se mos na akuzoni për gjëra që s'duhet. Alba Edhe më fal, para se ta thosh që ta dinu me Kristin, para ne bëjmë kështu se jemi shokë dhe nuk, domethënë, zësikur nuk i kemi kamerat fare, por para ne kemi këto. Unë gjithmonë do them Kris Detndrejaj. Për një arsye shumë thjesht. Sepse unë mendoj që shikoj kaq shumë këta tipa, domethënë, jo këta tipa se prapë shpreha në një mënyrë kështu sikur disrespektuese, po Alba patjetër që është ikonë dhe shumë e aftë, etj, po mendoj që më mirë se vetja s'ka. Shikoj, nuk është mendim shumë i mirë ky gjithmonë ta kesh, po kështu rritat e konfidencën, kupton? Do të bëj dhe i pyetje dhe do ta mbyllim podcastin se sa merdhin mend spontanisht. Kristian Detndrejaj apo Don Gino Martucci, që inshallah e shef këtë video Don Gino. Arber Don Gino është drejtori i qendrës Don Bosco, domethënë ku unë dhe Kristi shkojmë. Shiko, po krahason, pa krahasueshme, thos Ali Berisha. Po krahason pa të krahasueshme. Në mes të meshës. Tregoja çik kamerës. Jo, po, ta ideja është që Everestin e përmendi në mes të meshës Krishtlindjes dhe tani nuk e kuptova u kënaqja u mërzite. Jo, nuk kënaqja, po nuk e prisa. Shikoj, di çfarë thon legjendat e lashta, sidomos nga zona e Veriut, thon që kur një prift të thret emrin në mesh, ti bësh prift. Kupton? Unë nuk e di, por kështu thon legjendat. Ë? Do të shkon ti prift për shembull. Mos po prit më sot. Do me resti. Jo, Arber? Jo, Habemos papa. Atëherë, të falenderoj që më nderove me prezencën tënde madhështore prej të palestruar, domethënë jemi kolegë. Jemi kolegë. Krisin domethënë unë aq shumë e kam gjanë, jo seriozisht e du si djalë, saqë mundon ta kuptoj ky duke fletë, domethënë kuptoj ç'a ndron aq shumë e njoft. Po nejse. Pa rëndësishme. Okej.
Të falenderoj edhe një herë për prezencën. Ishte shumë kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi dhe faleminderit shumë për ftesën. Dhe ishte interesante dhe më pëlqen fakti që ishte intervistë e bazuar në kështu, domethënë në fan si gjë. Po domethënë ta bëjmë mbylljen? Ta bëjmë siç e bëjnë lajme? Okej, po vetëm do të them fjalën time dhe ti bëjmë mbylljen. Atëherë, ju falenderoj dhe Kristiani është episodi i parë për 2026-ën. Me këtë rast gjej t'ju uroj gëzuar vitin e ri dhe pse këtë do ta bëjmë fillim, po nëse pakën si ka, deri në episodin e radhshëm, mirë takofshim. Dhe mos harroni në episodin e radhshëm. E radhës thuhet e Jo, e vetes. rrallshëm, e kam unë domethënë. E thot ti, ë, domethënë E rrallshëm vëlla, bën shumë sens. thot episodin e radhës. O vlla, e rrallshëm, Gjithsesi. ju të Nuk ka redaktor akoma djali. Ju të televizionit nuk në episodin e rradhshëm deri atëherë mirë takofshim dhe mbylljen për këtë episod 5 do ta bëj Kristiani. Shikues nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë episod për MMD. Faleminderit për vëmendjen, bashk, mirë takofshim.